Të nderuar miq të Video Sport, jemi përsëri së bashku tashmë në fundin e ndeshjes. Sapo është mbyllur super sfida Vllaznia Partizani, ekipi që fiton me rezultatin 1-0 falantit golin mjeshtor të shënuar nga Lërim Kastrati. Kam të pranë një më shumë të spikator të futbollit shqiptar nga ti shqiptar, ish futbollistin kampion dhe tani rezultateve shumë pozitive në disa skuadra të Shqipërisë Armando Çungu. Vazhdon thesa. Stadioni Bogoshatisë, por tifozeria vazhdon të festojë se këtë skuadra po I përshëndet në tribunat përfaqëse. Sipas ju fitoni merituar e Vllaznia. Vllaznia ka qenë në mos pjesën e parë, shumë mirë Vllaznia pjesën e parë, shumë më kërkuese se kundërshtar, shumë më pranishëm në zonën kundërshtar. Dhe në moment se janë si më vjen goli, se vetë ekipin sunë vetë partijë të Vllaznisë, pa edhe që I përvinë në një moment të përvinë në gole. Dhe ashtu në ore, pjesa e dytë ishte diçka pak më thamë më adop, por më thamë që ishte një pjesë e dytë më tepër menaxhume nga Vllaznia, më kujdesshme për të ujtë rezultat, dhe të marrë 3 pjesë aty arriti qëllimi. Në krahasim me dy pjesëve, ka shumë pjesa parë, apo e dytë ishte më e mirë për Vllaznia? Pjesa parë më dukshëm në Vllaznia ishte shumë më mirë, shumë më kërkuese, duke marrë presion kundërshtarit, duke shumë e pranishme te zona kundërshtarit, dhe duke krijuar raste të një pasmyrë që poshtë kundërshtari ishte apatik. Nesër e dytë, patjetër që Vllaznia thash, ishte një farë. Në thamë në rritmit të pjesë farë, por të mund vino si pjesë e menaxhimit që thash lojë, se kujdeset për të marrë rezultate, që në kompromis për një ekonomi e Partizanit. Vetëm I Partizanit do të thotë shumë, Dhe në fakt edhe kondicionoi për të barazuar rezultatet. Ja, nuk mund të kishte ne spase në dy momente që kërkoi Partizani, sepse është normale se një ekip kur vjen deri në fundit, nuk ka çfarë të marrë një këndë në aventurë. Aventurë do të thonë që kërkon me çdo kusht të arrijë të bëjë një gol për të qenë një barazim pastaj për të mos dalë pa pikë. Që nuk shef më për drejt raporte e ekuilibri, por shef vetëm përpara. Dhe në këtë rast duhet të ketë shumë kujdes ekipi I cili është fitues për të marrë rezultatin në rastin konkret Vllaznisë. Fitoria e 4 radhazi për një të gjatë do të përfshijë edhe Kupën e Shqipërisë. Duket një streng shumë pozitiv I Vllaznisë me mesazhet e drejt për drejta, sinjale për trofe. Po është pak shumë fotografia ose fotografia e fazës së parë, para nisjes kampionatit që në fillimin e saj. Një Vllaznia kërkuese me lojëra të mira në rezultate të mira, por që në fazën e dytë shaloj po, por kjo pjesë e futbollit edhe besoj që çdo ekip I njohë të oscilacione të veta, shpresoj që Vllaznia mos ketë më oscilacione se realisht në mendimin tim ka ekipi më të mirë, më të cilësor I Shqipërisë. Dhe të kene tillë, rezultatet po janë tilla me lojën edhe natyrisht pritet tashmë për shumë pa durim, nëse nuk kam çdo titull I kampionit të vinë në Shkodër, do kishte kanë një diçka shumë mirë për Shkodër. Barazimi I kryesuesit së Gnadja bën që Vllaznia ta kapë. Ekipin Prozhinas Nuk ketë në këtë tabelë Vllaznia për momentin. Se në mesadi mund të jenë pikë barabarta, por që Vllaznia duke pa dhe golevarazhi, por duke pa me shëndetin e Gnadën është më favorizuar. Dhe javën e ardhshme udhton në Durrës me një ndeshje tjetër të vështirë, ku durrësakët kërkojnë të kapin katërshin e parë. Nuk ka ndeshje në Superligë, ndeshje të lehta. Nëse kena folur edhe më përpara në intervista të tjera për Gnadën e cila ka dominuar, dukshëm 2 vite përpara kampionatin shqiptar në bazë të kontingjenteve që ka pas, tashmë është edhe një Gnadë e cila është e barabartë, nuk bën një diferencë mes asaj lloji ekipi. Për këtë arsye Vllaznia duhet ta sulmojnë dhe ta tentojnë kampionatin si një. Do folën aspektin personal, ndonjë gjë të re për Armando Çongun, vazhdon të jetë pushim apo ka kërkesa dhe mund ta shikojmë në një pakinë përpara, por që nuk e kam pasur arsye për filluar. Në momentin që mund të kenë ndonjë gjë të re, në klasi që do të bëjmë. Profesor Çongu, faleminderit për këtë mendim, pra ishte me një emër shumë të njohur si futbollist dhe si trajner, Armando Çongu. Bëri një përmbledhje takimit Vllaznia Partizani, se siç ndoqëm edhe drejtësisht drejti u mbyll në fitoren e Vllaznisë 1-0.